Iwao Hakamada, një japonez 89 vjeçar, ka kaluar në histori si personi që ka qëndruar më gjatë në pritje të ekzekutimit të dënimit me vdekje, duke kaluar mbi 45 vjet në izolim të plot. Historia e tij tronditse ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare dhe ka ngritur pikpyetje serioze mbi sistemin e drejtësisë penale në Japoni. Në vitin e largët 1966, Hakamada, një ish boksier profesionist, punonte në një fabrikë përpunimi të misos. Në atë vit, shefi i tij, gruaja e shefit dhe 2 fëmijët e tyre u gjetën të vrarë në shtëpinë e tyre, e cila më pas u dolj. Autoritetet arrestuan Hakamadën, duke e akuzuar për vrasjen e familjes dhe zjarrvënie. Fillimisht ai mohoi akuzat, por më vonë pranoi fajsinë pas marrjeve në pyetje intensive dhe sipas tij të dhunshme që zgjatën deri në 12 orë në ditë. Më vonë ai tërhoqi rrëfimin duke deklaruar se ishte detyruar ta bënte atë në presion. Në vitin 1968, Hakamada u dënua me vdekje, bazuar kryesisht në disa rroba me njolla gjaku të gjetura në një rezervuar miso. Megjithatë, gjatë dekadave që pasuan, dyshimet mbi besueshmërinë e këtyre provave u shtuan. Testet e ADN-s treguan se gjaku në rrobat e paraqituara si provë nuk u përputhej me atë të Hakamadës, duke sugjeruar se provat mund të ishin fabrikuar nga hetuesit. Pas një betejë të gjatë ligjore dhe presionit nga avokatët dhe mbështetësit e tij, në vitin 2014, një gjykatë japoneze pranoi ekzistencën e dyshimeve serioze mbi fajësinë e Hakamadës dhe urdhëroi lirimin e tij nga burgu. Megjithatë, vetëm në vitin 2024, pas një rigjykimi, ai u shpall zyrtarisht i pafajshëm. Gjatë këtij procesi, gjykata konstatoi se provat kryesore kundër tij ishin të fabrikuara dhe se ai ishte subjekt i një trajtimi njerëzor gjatë marrjes në pyetje. Më 25 mars të vitit 2025, gjykata e distriktit të Shizuokas vendosi që Hakamada të dëmshpërblej me 217 milion yen, rreth 1.4 milion dollar, shuma më e madhe akorduar ndonjëherë për një dënim të padrejtë në Japoni. Kjo shumë përfaqëson kompensimin maksimal të lejuar me ligj për çdo ditë të kaluar në burg padrejtësisht, duke njohur vuajtje të jashtëzakonshme fizike dhe mendore që ai ka pasur gjatë 45 viteve të burgimit, shumica e të cilave në izolim të plot. Avokati i Hakamadës, Hideo Ogawa, e quajti këtë kompensim të pamjaftueshëm për të përballuar dëmet e pariparueshme që klienti i tij ka pësuar. Motra e tij, Hideko, e cila ka qenë një mbështetëse e palëkundur gjatë gjithë kohës, ka theksuar se dekadat në burg i kanë shkaktuar atij probleme të pariparueshme mendore, duke e lënë atë të jetojë në botën e tij i paaftë të kuptojë realitetin. Rasti i Hakamadës ka ndezur debate të gjëra mbi sistemin japonez të drejtësisë penale, i cili ka një shkallë dënimesh prej 99%. Kritikat argumentojnë se ky rast nxjerr në pa nevojën për reforma urgjente në mënyrën se si trajtohen të dyshuarit dhe të dënuarit, veçanërisht në lidhje me përdorimin e provave të dyshimta dhe trajtimin e të burgosurve në pritje të ekzekutimit. Sot, ndërsa Hakamada jeton në kujdesin e motrës së tij, historia e tij shërben si një kujtesë e fuqishme e rreziqeve të një sistemi drejtësie që mund të dështojë, duke dënuar njëri të pafajshëm me dekada të tëra izolimi dhe vuajtjeje. Ndërsa kompensimi financiar mund të ofrojë një farë drejtësie, ai nuk mund të kthejë vitet e humbura dhe as të shërojë plagët e thella